1.100 euro kam marrë pagë, kam punu në projekt NDP-s, po kam punu në KEK, kam raportu në KEK, drejtorinë qendrore. Kam dalë këna privatizimit, jo më arrestu. Jo vesë jo më arrestu. Me 8-9 antarë të familjes ta, me babën, me djesë pas, me 9 pluma në trup. Është rrej mënyrën më brutale. Është qizmja e Amir Gërgurit, mënyrë pa drejtë e godit midis sheshit. Që në ka mbet edhe konata në koma, edhe ka vdek më 3 vjetë. Po pse edhe familjarët e me kanë harru këta? Unë nuk e harraj. Jo për hakmarrje. Jo, po nuk e harroj. Protesta është mjeti i fundit. Po, kërrejt rrugtimi që ka bo zoti Kurti, është keq pse s'kena mujt me ndalë. Po për këtë e kam bindjen e plot, se kemi rrugtu për një mend. Me ndalë këshijat. Po për me nalë gjykatën speciale rrit, është dosh me kallë edhe kuvendin. Veç me nalë. Se është dami madh që i bëhet këtij vendi. Llogarit, ne sot çfarë dami po paguajmë me gjykatën speciale. Se institucionin e ndërton. Unë nuk jam jam e ndërtu institucionin, por nëse vëhet në rrezik qenia jonë, sakrifica më e madhe jonë që është lufta, po më pse mos me kallë kuvendin me nalë një të keqe. E funit në krejt botën edhe demokratike, njerëz edhe kanë pagu kosto edhe me jetë për me nalë të këqija. Se nëse politika ka privilegj, ka edhe kosto. Nëse ki privilegj ti me anë me gji pa të zi, e me shkollu fëmijën ku dush, ki edhe kosto nëse nuk i përmbash asajna. Ndryshe nuk ka që ndërtohet këtë demokraci.